Kesiola, më trego. Mbaj në krahët e mi burrin që më ka tradhtuar, më ka dhënuar gjithë jetën. Farin për gjithçka e ka nëna ime që më la në rrugë. Jam rritur në një fshat të thellë me prindër shumë të dhunshëm. Baba i pianec dhe nëna që na mësonte të qepnin gojën. 16 vjeç më fejuan me zor në një fshat malor. 20 vjeç u martova dhe 21 vjeç erdhi djali i parë. Aty nisën vuajtjet. Burri im ishte si babai im, pinte, ishte i dhunshëm dhe më tradhtonte. Fëmijën e parë linda në Tiranë dhe për shkak të komplikacioneve vendosëm të qëndrojmë aty në një dhomë në godinat e studentëve. Një dhomë që ngjante me një biruc. Burri ikte e vinte në emigracion. Vinte vetëm për të më lënë shtatzën. Kam tentuar disa herë që t'i jap fund jetës, pas sakrificave për të mbajtur fëmijët me bukë dhe tradhtive të tij që nuk kishin fund. Vendos të kthehem tek prindërit, por nëna ime më mbylli derën. Ajo dinte çdo dhimbje timën, por më mohoi. Jeta ime vazhdoi të ishte një makth. Erdhën në jetë edhe 2 fëmijë të tjerë. Tani kisha 4 për të ushqyer. Doja nga 2-3 punë, e kishte raste që nuk kisha se ç'tu jepja për të ngrënë. Përjetoja makthe dhe ankth, derisa një ditë vendosa të marr fëmijët dhe të emigroj në një shtet të panjohur të Europës. Muajin e parë kemi fjetur në rrugë. Natën hiqja rrobat nga valixheja dhe fusja vajzën e vogël që të flinte. Ai më ndoqi nga pas, por më kërkonte të ktheheshim. Unë nuk hoqa dorë dhe sot pas 11 vitesh ja kam dalë. Me burrin nga pas, por e vetme. Ai jeton me mua si një hije që më përndjek dhe nuk ndryshon kurrë. Por fajin për gjithçka e ka nëna ime që më la në rrugë. Kjo është historia e Kesiolës. Kesiola është një grua e cila ka përjetuar gjithçka në jetën e saj. Dhunë, tradhti, braktisje, varfëri ekstreme deri tek sakrificat më të paimagjinueshme që asaj është dashur të bëjë për fëmijët e saj. Kesiola është pseudonimi i saj dhe atë e kemi në linjë. Kesiola. Përshëndetje. Jeta jote pas asaj iniciative që ti ndërmore në atë periudhë të vështirë varfëria që ke treguar edhe më herët, sot vijon në emigracion. Po. Prej 11 vitesh. Si e gjen veten aty? Fillimet ishin një sakrificë. Ishin një sakrificë shumë e madhe, sepse dish në një vend të huaj dhe mos dish as gjuhën, ishte shumë e vështirë. Por plus me 4 fëmijë që isha unë. Por unë nuk u dorëzova asnjëherë. Nuk u dorëzova asnjëherë dhe thash doja dal. Zoti është për gjithë, do të jetë dhe për mua këtë radhë. Të gjithë më thonin ktheu mrapsht sepse është e vështirë dhe ja dalësh. Dhe unë vendosa që do rri këtu dhe do ja dal. Dhe mbas shumë vitesh arrit që sot jetoj në forcat e mia. Kam një shtëpi me qira, por kam hyrë të blej një shtëpi time. Dhe punoj, kam marrë shkollën e lartë këtu për mësuese dhe pres që të filloj në zanatin tim, por për momentin punoj taksi. Ti ke arritur që në emigracion, përveç se t'ja dalësh, të sigurosh një test të qëndrueshme për ty dhe fëmijët, edhe të shkollohesh. Ku e ke gjetur forcën ti me gjithë këto sakrifise që ke pasur? Forca ime i shihja fëmijët që i solla në një vend të huaj, por unë do të jem forca e tyre. Do të vazhdoj përpara për fëmijët e mi. U rrezova me mira herë jam rrezuar, por kur shifsha kalama fëmijët e mi afër dhe thoja unë do ja dal me këto. Dhe gjithmonë kam qenë ajo që kam thënë ti bëj edhe këtë shkollë, bëj edhe këtë. Ti vazhdon akoma të jetosh me bashkëshortin tënd. Çfarë roli ka ai në familje? Si është marrëdhënia juaj sot? Ai pothuajse s'ka asnjë rol. As nuk din të punoj, as nuk flet gjuhë huaja, nuk din asnjë gjë. Për çdo gjë duhet të jem unë ajo që të shkoj, sikur të shkoj në spital, sikur të merret me fëmijët, nuk flet asnjëherë. Dhe nuk e ka një zhvillim të duhur. Kjo sepse ka qenë zgjedhja e tij apo jo? Pra ai ka zgjedhur të mos përparojë. Zgjedhja e tij. Është i zgjuar, nuk është i pazgjuar. Është i zgjuar dhe aty ku don ai është i zgjuar, por kështu ka vendosur. Nëse mund ta quajmë zgjuarsi. Atë të tij. Nëse mund ta quajmë zgjuarsi. Po në lidhje me ty, a ka ndryshuar, vazhdon të jetë ai bashkëshorti i dhunshëm që ka qenë dikur, a është besnik apo vijon me historitë e tij? Vijon me historitë e tij dhe unë sikur një javë të ndryshoj ai, unë kam frikë, sepse ja di të ndryshim. Pse? Sepse e di që mes një ndryshimit një javor do fillojë prapë historinë që ka në çdo kohë, në çdo debat dhe unë edhe këtu ku jam kam vazhduar letrat i kam të hapura për divorc, por nuk janë dakord të fëmijët.
Po fëmijët janë të rritur, djali më ka thënë që ka mbaruar 2 universitete, pra vajza është fejuar, vajza tjetër është duke u shkolluar, ata në një farë mënyrë po formojnë në rrugët e tyre të jetës. Pse është kaq e rëndësishme për ta që ti vazhdosh të jesh me babain e tyre? Po e rëndësishme për ato është kjo se e mendojnë sikuron ta lë, ai do të ngele rrugëve. Ai do të ngele si një këtu ku jemi ne thë një rrugaç, e din, se si lypin rrugëve. Dhe nuk e pranojnë që baba i tyre të dalë rrugëve. Sepse ndoshta edhe ata besojnë shumë pak tek aftësitë e tij për t'ia dalë. Ndoshta është frika. Nuk kanë fare besim. Jo shumë pak, por nuk kanë fare besim. Si ndihesh ti në raport me gjithë këtë histori, me faktin që përveç se duhet të mbash barrën e gjithë shtëpisë, të mbash edhe një barr që të varet që nga e kaluara jote, që është bashkëtortysh. Po thuaj se jam bosh. Thjesht ajo plotësimi i jetës time janë fëmijët e mi. Asgjë më shumë. Shpresoj që fëmijët të ecin mirë dhe mendoj që në pleqërinë time të kthehen në Shqipëri dhe të jetojnë në vendin tim. Me bashkëshortin? Të pleqëroj në vendin tim. Me bashkëshortin apo pa bashkëshortin? Ja, asnjëherë. Pa bashkëshortin. Sepse ai nuk e meriton. Sepse nuk më ka bërë një ditë të bukur. Një moment, të kem qenë një herë të vetë me lumtur, asnjëherë. Dhe si kështu, kur të arrin fëmijët dhe të hecin në jetën e tyre, sepse akoma kam fëmijë minoren, dhe të arrin në moshën se t'jenë magjor, në atë kohë unë do të kthehem mosh. Kur ato mos kenë më nevojë për mua. Kam shkuar në psikolog, kam marrë dhe ilaçe për depresion. Vërtet kam ra shumë poshtë, por prap jam ngritur. Duket Kesiole që je një gruaj që përveç faktit që je vënë përpara vështirësive ekstremisht të mëdha, ti përsëri ke gjetur rrugë për t'ia dalë. Por për të kthyer pak te bashkëshorti, ai që sot është krateje, ke lidhur jetën me të që në moshën 16 vjeçare. Nëse do kthehesh në të shkuarën tënde, do doja të kishe ndryshuar diçka? S'do më reakur. S'do jetoja një orë me atë person. Gabimet tona janë prindrit tanë. Sepse mu të më arrijet më thoje fëmija im që nuk ja dalë më me atë, unë i tham dera ime është e hapur, ti je goca ime, ti je fëmija ime, dhe unë jam ti. Po. Dhe jeta ime është, do t'i dalë fëmijë zot, si të që t'jetë fëmija ime, dhe në qoftë se fëmija ime ka gabimin, do t'i dalë për zot. Ndërkohë që me ty nuk ndodhi kjo. Kur ti kërkove ndihmën e nënës tënde, ajo nuk ishte atë për ty. Më mbyll dera, edhe pse arriti që më dhanë vetë, se jo se unë rash në dashuri me atë person. Unë s'kisha rrugë tjetër në atë kohë. Ose të jepsja fund jetës time, ose të vazhdoja. Unë dua të kuptoj pak se si e ndjer ti në atë moment kur i ke kërkuar nënës tënde të hap derën e shtëpisë dhe ajo ka thënë që nuk ka vend në shtëpinë time për ty. E di si e kam përjetuar në atë moment, kisha 2 fëmijë. I madhi hecte vetë, dhe vogla ishte bebe. E kam marrë në krah dhe kam shkuar në një lumë të hidhe. Rastisht kalon një pjesëtar i familjes time aty afër dhe më shef. Dhe çfarë bën aty? I thashën do hidhem. Dhe çajt në ime i kisha 2 fëmijë. Njërin e kisha për dorë dhe tjetrin e kisha në krah dhe i thashën do jap fund jetës sepse unë do hidhem. Me merr me të mirë, me afër, me merr me të mirë dhe me ul nga ajo urë që kisha hyrë për të hedhur poshtë. Dhe me ka marrë me të mirë, me ka ul nga ajo urë poshtë dhe me ka qytë shtëpia saj, ka fol me mua shumë gjatë. Ka komunikuar me mu, me ka qetësuar, me ka marrë, kemi shku te doktori, kemi bërë vizitë, me ka dhënë ilazhe qetësimi, jam qetësuar, por ajo ka qenë vdekja ime. Kur mamaja ime me ka thënë që dera ime është e mbyllur për ty, ajo ka qenë vdekja ime. Dhe po unë prap e kam kthy kokën pas, sepse është gjaku im, është mami im, është familja ime, dhe me kanë munguar shumë këtu ku jam. Por, vëjtet e mia nuk i din të thuj se asnjë. Ja ke përmendur ndonjëherë nënës këtë ngjarje? Kohët e fundit ja kam thënë dhe më ka thënë po, shumë mirë kam bërë, sepse ti ja ku je sot, nga ajo që të kam thënë unë. Jo, s'është e vërtetë. Unë jam këtu nga sakrificat e mia. A i gjykon ti sot nënën tënde? Të them të drejtën e gjykoj. Unë e dua shumë, e kam shpirt, e kam vërtet shumë gjan, por e gjykoj, sepse gjykimi në Shqipëri quni ka shumë për të marrë nga shtëpia dhe goca është e mbyllur dera për të shkojë
te burri i saj. Dhe kjo nuk më ka pëlqyer asnjëherë. Pa nuk i dinte nëna sakrificat dhe vështirësitë e tua? I dinte, sepse një pjesëtar i familjes time jetonte afër meje dhe e dinte sakrificën time se çfarë bëja. Por nuk do të jo se nuk do të t'ja dite se nuk i dhinte ndoshta fëmia e saj. Por ishte rritur me atë edukatën se ne s'duhet të ndahemi, duhet të rrim me atë burr që ke marrë, me atë person s'ka problem që të rreth burri sepse burri të rreh. Që burri të rreh, që burri të traton, që burri nuk është fare i pranishëm në rritjen e fëmijëve, që fëmijët nuk e njohin babain e tyre dhe nuk e kanë takuar për vite të tëra sepse ai është në emigracion, e pavarësisht se është në emigracion, ai nuk kontribuon as financiarisht, kështu që sipas nënës tënde ti duhet të kthehesh te ky burr. Nuk interesonte. Ja, thjesht ishte ajo që ti do vishte unë. E kuptoj edhe arrita perceptoj se si e ndjer edhe gjithë skenën dramatike që ti përshkrove, por megjithatë vështirësitë e tua nuk u ndalën këtu, Kesiola, ëh? Pastaj erdhën në jetë edhe dy fëmijët e tjerë. Po, sepse bashkëshorti im shifte përgjigjen e nënës, se si familja ime fliste dhe ky bënte në keq, se kujtonte që ai ishte shpëtimi im, ai isha e lidhur me sa ti dhe unë s'kam ku të shkoj. E kuptoj. Dhe ti do rish këtu. Dhe sakrificat e mia vazhduan, sepse në jetë erdhën prapë fëmijët e tjerë. Dhe arritëm deri në atë pikë sa u çoja në mëngjes dhe thoja, ç'a do bëjmë për mëngjes? Ç'a do hën kalamajt e mi sot? Dhe në të vërtetë kisha një listë në një supermarket, një listë ushqimesh, që unë sa herë që merrsha rrogën në Shqipëri, u detyroja të laja ato borxhe që kisha hyrë për të vazhduar rrogën tjetër. Dhe asnjëherë rroga ime s'është parë në dorë, gjithmonë e çonte te ai dyqan. E kujton atë dhomën e konviktit ku ju keni jetuar vitet e para që erdhët në Tiranë? E kujtoj shumë mirë. Ajo nuk ishte dhomë, ajo ishte një burg. Gjithë uji i banjove hynte nga dera dhe dinte nga dretarja. Aty ishte vërtet një burg, aty s'kishte drita, s'kishte ujë, s'kishte banjo, s'kishte asnjë gjë. Dhe ndoshta edhe ju i kujtohen në ato kohë të godinjat se si ishin. Por ajo ishte një tmerr i vërtet. Por unë arrita dhe bëra shtëpinë time. Me 2-3 punë që ti bëje njëkohësisht në Tiranë, ndërkohë që rrisje dhe fëmijët, e vetme. Po, e vetme. Rrita fëmijët, 2-3 punë që bëra atje, nuk e di, ishte një sakrificë shumë e madhe. Po fëmijët a kanë kujtime nga ato vite të para të vështira, të paktën fëmijët e mëdhenj se të vegjëlit, ndoshta kanë më pak memoria. I madhi fare po, i pari, fëmija i parë, faktike për atë më dhimbse shumë sepse kam pas gjithmonë në krah, gjithmonë ajo mbrojtja, gjithmonë ajo zanka që ishte në shtëpi, ajo rrahura që ai vazhdonte të rrifte, gjithmonë ai fëmia i parë në mes. Dhe ai e ka përjetuar shumë dhe fëmia i parë nuk është dakord që unë të vazhdoj një ndarje. Dhe sakrificat që ka kalu ai, që ka patë unë për këtë arsye sot kam mbyllur gojen dhe kam mbyllur veshët dhe kam mbyllur sytë dhe vetëm punoj që fëmijët vetëm mi mos t'i mungoj asnjë gjë edhe të vazhdoj jetën. E kuptoj. Jo jetën time, jetën e fëmijëve. E kuptoj që jetën tënde e ke zëruar. E ke zëruar dhe vazhdon ta kesh të zëruar, nuk e di për sa kohë. Je përballur ndonjëherë me gratë me cilat të tradhtonte bashkëshorti yt? Po, dhe i njihja. I njihje? Po, i njihja. I njihja sepse u tregonte si shoqja e imja, pavarësisht se nuk e kisha shoqe fare, po ishte komshia aty afër, u tregonte gjasme si shoqja e imja dhe vinte te shtëpia, sillte në shisha alkol, gjasme se unë po vi dhe po rri çik në ty, në një kohë se kam pi alkolin kurrë. Dhe unë e kuptoja. Dhe një ditë merr në vetë atë dhe i tham eja se do pini kafe. Ne atë isha 7 zanë. Dhe më thotë se i tham Shazan me cilin fëmijë? Me cilin prej fëmijëve? Me fëmijën e dytë. Me fëmijën e dytë. Me fëmijën e dytë. Që në atë kohë e kuptova. Dhe i them dëgjoj thash si është puna. Unë të kam dallu thash se ti ke bashkë burrin tim. Largohu prej tij. Largohu se nuk ja vlen. Unë s'do humba si gjë. Sepse unë jam e humbur, por nuk ja vlen. Jo, më vjen keq në këtë si gjë. Dhe u largu dhe e kam pa shumë vonë. Atë femër, mëse është më përtua, kështu për s'ishte e vetëmja. Ishin 3-4 që unë njifja, nuk ishte e vetëmja. Ka që Zoti ishte bashkëshorti yt në këtë lloj
Nuk ishte i zoti, ishte mashtrus. Po, mashtronte Ishte atë. mashtrus, nuk ishte i zoti, po, mashtronte. Mashtronte vetëm që i binin diçka të argëtonte për vete. As që ishte në i bukurësh, më thonë që ishte në i bukurësh, po i ngartë në qa femar, në i pasër nga leku. Ja, thjesht ishte mashtrus. Shkonte me një nivel shumë të ullet. Ajo me mërzitte më shumë, sepse ishte një nivel shumë i ullet. Pra ti Kesiola Dhe ndjeshe unë xheloze dija apo ndjeshe e fyer nga këto sjellje të bashkëshortit tënd? E fyer. Ndjeshe e fyer. Jo xheloze, e fyer sepse të shkonte me një nivel që edhe ja vlente, vërtet do isha shumë dakord dhe vazhdonte jetën e tij. Po ai as nuk më linte mua, Të kuptoj. që të më linte me dy fëmijë, as në baktiste, as të rinte me ne, ishte asnjëra. As nuk më thonte se të dua shumë, por nuk ishte e vërtet. Sepse një njeri që e don nuk mund ta vënosh, nuk mund ta tradhtosh, mund të bësh shumë gjëra. Patjetër.